Dëgjues dhe shikues dashur të Shok Podcastit, mirë se vini edhe në një episod të radhës me mu Fisën. Mendes kom prit me posit emision se e kom një njeri që në ne është super karakter, në dy është që e respektoj shumë, edhe në tre s'ko flak ha. Me neve se do fahrush profesori. Me neve është ikona e basketbollit Prishtinas, Fari Breca. Përshëndetje Shok Podcastit edhe gjithë ndëgjuesve, faleminderit për ftesën. Mas pari është gjithë e kena traditë që mi falenderu ata që organizojnë se. Me mroma mirë se vini. Direkt nga Zvicra Foba, se atje për rrëmë. Po. Atje pëse thash Fob, se Faria është njeri i parë që ka pas nickname. E ka pas nickname-in FOB. Exact. E oja u kon baba i vet Osmani. Përshëndesëm aq në Osman duhet gjithçysh që na kritikojnë dëve prind më bëj shumë. Çu je Fob? Fare? Mirë shumë. Nice. Çu po shkon? So keq, mirë është, po tu e marr parasysh që na kena një smundje për sportit, që gjithmonë duhet më mirë, nëse kish shtu 10-9 duhet më shtu të ardhmen. Këto kom përcjell edhe në jetë, jo 10 veç letri. Këto kom përcjell në jetë. Lusha për fush Kosovën, unë i ri. Edhe e morën ata Ilber Jusufin. Ilber Jusufi shumë namën atë kohë. Edhe unë s'pasaj që jam kon vetjak të edhem, basket. Edhe ai kretori klubit. Tha, o fes, tha gjuja Ilberit dha si bëdha të shuta 12 jam. Koqë si flesha në karierë shumë. Qa kon një flesh ferit dhe kulli, diçka. Ja, to e ka pas në zemi erë një referit e Agje Ferit. Se kena legend. Këta thojna për të mirë, tha Agje, tha, gjumi tha dhe të shuta, tha, na ishim lojisha, koncentru, adina analizesha diçka, mbrojt në asuit me diçka analizesha, ta është në fushë, po ma bënë, tha Agje, tha, ama topin e së të tha 10 ta këqërë Agje, në shëtojt parën e huqit, dytën e huqit, tretën e huqit, 4, 5, 6, 7, edhe 8-ën edhe 9-ën, edhe më do këta, tha Agje 10. A metet e da qa të dojë. Jo, po, ideja është që, adin, kur është original që është për e me, edhe kur lusha për vllaznin në Gjakovës, një me nëzejmë kështu në 5-5, diçka 30 të gjytë, erë një Gjakovori është basketbolist. Shumë ka po tha, eru i tha për lojtë. Pa shazotën në më shrimi, fare, asë një se pa ta jam minin kry, pa shi argjova. Ta prish zorin që tojnë të na. E, kena më knosh me full për basket, ha. Gjithsesi. Pe vrej, kështu energjin. Ka marrë molli edhe më full për basket. Kena një shumë njerës të full për basket, atë në qatë shumë njerës që s'kan lidhë me basket, ka full për basket, që me të vërtet ja vlerë me full se për basket. Pak ma ndryshë, Fëm, kur ja ke njës mas pari, kështë me lujt basket, ku shukon njeri që të ka qku me lujt basket? Normal që hapat e pari kom gjithmonë prej babës, besoj që në të egzojna qatë të mirë që nështë atë tjertë disa për basketbolista se kanë gëzu. Unë kom pas kom e për cilë, babin e kom pas dhe më thonë njerën e parë që më ka njoftu me sportin përgjithësi, po basketbolin veçaj ka ditë më ashtin qef që ashtu. Normal që karakteret tona nuk janë të njëjta, jena gjithmonë dhe më thonë opozit, dhe më thonë gjithmonë akon të unë desh me njën i tjetrin, por shumë sende që ako menuën që është mirë, a i gjithmonë e ka gjithë një të keqë, edhe për se të sen që unë e kom pa keqë, a i ka gjithë një të mirë. Kështu që u konë shumë interesant një farë kombinimi, po fillimisht e kom nisë me 5 vjetë, dhe më thonë, normal me 2-3 vjetë ka tentu babi më shti me driblu topin, e kom driblu me 2 dur, me 5 vjetë veç moj më duk me driblu me një në ndorë, dhe më thonë ka pas pritshmëri për leja. 5 vjetë. Eksakt. Dhe thonë, topat i kom pas në përgjithësi, i kom pas kështu pick up, në ashta transfer, një dhome kom pas topa, edhe sarë që kom dalë, më ka dhe nona, sarë që më dalë, dhe me thonë jashtë, kom lyp, zënë vetëm që kom lyp me prunë me vetin shpjo, kon një top i ri. Edhe modin që atë pikë nërë që së më kanë që kërën në shku ka topat, ma kanë bo zabra, ma kanë dalu ashtu, më kanë bo niki këmë se që nga këto. Që të pas ka orë tash si vojzave bukuroshe pja unol ka fustonat kër po shkojnë, është dhe vërtet. Të nëherë mu që është për topa, ma kanë bo. Të e marë parasysh që jam bu shumë fashion designera në Prishtinë, me të vërtet javlin. Edhe na mosh këtë shudimës me blej me një. Ta pa fustan. Kombinim fatal. Fabë, po që aty më të këthy, do më thonë me 5 vjetë ja kom njësë hapat e parë, për ndryshe fes, se qyshëm ka i basketbolli, normal, fillim s'kena kuptu kur gjo për sport, as për basketbol, as për kur gjo, së studenti, 5 vjetë që më shme dit, e dhe veç një dashni që atë tëpë, do me qitë që atë jenë që atë farkoshi, s'kena pas nga kosha tëllët, i kena marru vetë me bandashat biciklave, që ashtu e kena njësë në rrugë, me lujt, po me mojnë men babim që e ke për gjumit, me këqyr meqat në NBA, do më thonë lojnë në NBA,
Michael Jordanin, Magic Johnson e ka pas bobi, e ka dosh tepër, i ka pëlqyer loja tina. E mas nena ma vonë ka detyru faktikisht në çejke me zërë qysh me vashti qef me Shku nërë pa baskete e ke dosh për fillimin. Jo, në fillim jo kom pas qef shumë lujt futbol. Kom lujt futbol, kom ushtru për dy korikon. Me krysh, jo më çfarë, jo më pengu me flot. trup. Me trup, atër kom pas pes. Do ideja kon që në Po fillim shurop ta kena i foto me flok njëre. e njëre kom vish një foto për hotërt nonës, Por, pa ta rrit po, flok se pa thon, jo lëm edhe në kurs kom pa me flok tha. A bon tha një herë tha të lutna tha veç mi rrit flok për mu tha, veç të shoqyr do kësh me flok, edhe i pa ta rrit ma ndej qëtu. Po në Po me. kon nxet, po filloj mu bo nxet, ja nisim mu kru kryt. Se interesant, babin e kom qelë, thëna, të Brecalit, në familje tonë, do më thonë, nëse s'del fëmija qelë, do është me jabu dënon. Qelat e brazer se një po të breca. Me bëja një A mu thom, po du me prek një temë, që nështë për një me nuk e ke prek kur, edhe të veta, prakisht apo do me fulla jo, pjesën ku edhe tu ka koll ftyra si fëmijë, sa vjet i ke pas njëri? E 10 vjet, për që ato numrin 10 e moj kështu Për që ta e ki numrin 10? Jo veç për që ato, do më thonë, ka shumë arsye, e pa ta bu njerë një artikull, pa të veti qka pëse o numri 10, qka që veçan për ty, edhe pa ta spjegu në qëtë artikull është shumë interesant. Jom nipi 10 në familje Mbreca, do më thonë moshkull, nëse e këshyrim prej qëti kondit. Bobi ka lujt me numrin 10, e ka emrin me 10 shkronja, unë e kom emrin me 10 shkronja, jo mi lindën në mujnë e 10 në tetor, do më thonë, edhe më ka ndryshu jeta komplet me 10 vjetë. Do më thonë, me 10 vjetë e kom, exakt që e kupët në ti medal, kom pësu një fatkeci e cila më ka ndryshu komplet jetën. Qysh ndodhi, fam? A nështë ta zdo më këthy që atë? Jo, se kom tash më problem me kom kalu me terapi të basketit, do më thonë basketit e këna pas terapi. Po, shumë tepër, do më thonë gjithë shka që s'kom ujtë me shprej njetë, se na si na mësu me komuniku deri vonë, s'kena ditë me komuniku faktikisht, halas dina nashta me komuniku mirë, edhe pse çdo fjalë që e fol mund të numëru sikur dopsi ose me të numëru sikur një mjet për me të bullizu ose me të bëu diçka të nas kena ditë që bullizimi atëherë s'ka ekzistu, po u kon shumë prezant, po s'ja kena ditë. Eksakt. Ka rrej pe korrile deri te provë. Eksakt, do të çajo kom po kom veç trenerat besa. Qysh jo. Po më duket që ka njerë punë më mirë kena pasur. Ma mirë lujshëm gjatë herë. Ta jo, këtë gjenetit. E qysh jena u kon kohë që atëre luftës guerile që u bëjke në Drenicë, do më thonë, dhe të na në klasë, unë e kom pas Fajkonicën, shpinë e kom të Fajkonica, po kurs këna gudzuna me shku në Fajkonicë. Ideja se janë koncept na patën qitë krejt për shkollës komplet. Edhe na jena kondi qysh sikur e nishim vetër sikur migranta, din me shku në shkolla tjera, din 4 klasë shku në Dardani, mas e na 5 shku në Ulpian. Që ka me që shkolla e kom harusa. Hasan Prishtina, bravo. Eroj ton Hasan Prishtina, se ma në emblën, më falë që e harova për një moment. Me siguri emocionet. Jo, ideja është që o konë shumë e vështirë për neve me pa shkollën, me cilën je rrit me një ondër që keme shku një ditë që aty, e kom një zilën dhe me thonë si kur më konë shpetem, edhe s'na u ka liju kur me shku. E ka pas një fushë basketbolit shumë të veçantë, e Fajkonica, edhe një fushë të futbolit, basketit, edhe jënë konë vijat e tenisit edhe të volejbolit, jënë konë tokë, po s'ka pas rjeta. Edhe ondra jo nuk konë gjithë që këna me shku që aty në shkollë, dikur edhe këna me lujt basketbol, adin, leti që s'lujtëm jashtë basketbol. Mrana po mëndoj, më bëra mez na im shelën, s'kena pas liju mas me hi, by the way, për jesë bërë që asoj pyjtës që ma thëmë fillim, babin e kom pas trener. Dhe për herë të parë, kur e kom pas atmosferën basketbol, që a mundët me të pru, do më tonë si adrenalin, u konë që atër me 4-5 vjetë, kur u konë babi trener në Prishtinë, edhe e mojnë men si kur sët i kam pas atëre edhe këto tifot i kam pas ndryshe, po e moj men një tifo, për atër që të kurse kom haru, o si majstore, ole. Do u konë si trenere pa të fitu një, po u konë u konë një thirrje interesant. Normal që këtë tifos të janë konë shqiptara. E tash, prej që ati momentit, ma onës s'ko mujtë kur me hinë sala, s'me ushtru, do me thonë, prej që atëre veç filloj me na largun prej sala dhe prej krejtve, që atëre ka ndodhë dhe për shkollës, do me thonë që i largun shqiptarët. Tash, në Dardani, pa të nshëndru WC-jat në klasë.
Edhe neve që na kon për fajkonisës na patën qunë që ato klasë. Tash llogaritë 30 na kon dikon 24 veta na kon kur erdhën këta prej zonave të luftës që u bëjshin atëherë prej Malishevës patën ardhur prej Drenicës disa në klasë, u bëdhën 36 edhe tash llogaritë në një klasë kena pas kit banka din kon gjithë njëri. Atë kanë njerë për me frym s'ke mujtë me marrë, se kon WC në kena shëndru në klasë, tash një derë ku ishu ordja ka jap ndihmë humanitare, një dera ke dyrt janë qelë për mrena që deru qelë për jashtë. Tash në konë për me do kushtet rona, ton konë këna folish për luft të urujt, mos përna vinë që tasht forcat. Kur përna gjuhën. Egzakt, kur përna gjuhën, qa përna ndodhë, kur përna bombardojnë. Këti veç si filma e na konë, s'këna ditë tjetër qka me këti këngu mësusën e ndjera Ministrit e Shkodra, u mënej kemë ndreq atmosferën klasë që me na bo pak adin moni normal, po kone jash zakonshme në ato kushte moni normal, adin. Tëni në qato kushte na patroni far ide u pat konë qëto festat e fund vitit dhe në tash kom vesh një pikpamje në lidhje me to, po atë kohë s'kom pas pikpamje tila. Edhe për me ndreq atmosferën, për thomë në kena pa filma, s'kena dit na me festu që ashtu, po kena pa filma të Hollywoodit për Krishtlindje, për qëto festat e fund vitit, mu vesh si babadimër me shkep dhurata. Edhe u koni far tripe që atërë mi shkep dhurata që tyne do më thonë eksakt që kanë ardhur prej vendeve, prej zonave të luftës për me uni pak ma mirë. Edhe erdha me idenë, unë kom me trup gjithë më i madh në klasë. Do më thonë edhe Larta Berisha na kon, Larta basketbollistja, na kon, ajo kom bile më gjatë se une. Deri në një pikë mas e na urrita, une u bëna mjajtë. Po edhe tash si më i gjatë i thash mësuesës tash atin që po organizojnë po veshna çashtu edhe po i çkepi dhurata se në nëmvrejnë këta. Dhe vështuj që po mungoj çat ditë. Edhe shkova, njëri morëm do qira, i bona pregadita do mënyrën qysh janë vesh, asin edhe kur hina në klasë, tu i qkep dhuratat, u lafer një qirit, i shtina me knaqen ketë harun për një moment, edhe tu lujt me dorë, u pat kall dora e majtë, mas pari, mas një mu dora e djathë dhe u pata përfshi i të rinë flak. Mas një da qysh rrjedh puna, për mu është diçka një mrekulli, qysh kom pështu për qasoj gjendjes, normal që se ndoj me gjithë kanë ato, po që kjo konë do më thonë qysh ka përfundu, e moj me që më ka ratë fekt, ja kom shkryve vetë të zjarin, një arsimtar më pat prit, para se më ranë tokë, asin e më kam bajt shkallëve të poshtë, më kam bajt shkallëve të poshtë, më ka dalë apet, më ka këthyve dia, e mojnë menja për ta në gjitë një qikës, më fët, ajo më haloj bukur e pa ta vetë. Ftyra më pat kallë, po. Ajo më haloj bukur, ajo veç pat metë. Fakti tjetër u konë që unë nonën e du shumë, do me thonë, besoj si çdo shqiptar edhe unë e du nonën ma shumë se gjithë shka tjetër, edhe ju lutësha, kur më qunë në emergjencë, jënë konë krejtë sërbë, se s'ka pas shqiptar që tërë. Edhe tu e ditë sa shumë do nona, veç një brengë kom pas kry, dhe në thësha me mlujt nona për menve, thojnë që faria e ka nonë në smut të lojt për menve, me marrë verë që më ka ndodha, dhe lumë veç. Tani ke për vete, qëfar për nonë. Për nonë, thësha, mos i kalzën e veç nonës, bëjnë qka dëni, ata më rjepshin lkurën për zgjallit, nuk më jepshin asë, së më ka njep asë anestezion asë kërgjë, edhe më ftyrë, më preshin skalper që të nalt, edhe ma që rejshin ftyrë. Une, zja fat mirësia, fat ketësi që gjuhën Serbokrate e di fort mirë. Dhe më thonë, ideja u konë lidhet me ideologjinë e prindit tem apet, që nuk mund është me më poshtë një armek që ose nuk ja din gjuhën. Dhe e kom një të thonë, dhe më thonë, e vetë kem motra të japim anestezion dhe ke jo se duron kjo shqiptar. Dhe më thonë që kjo konë pak e ronë për mund në atë kohë, po... Të jo dhejmë të anestezione. Exakt. Dhe më thonë, edhe patë më pastru, dhe më thonë, krejt të është logaritit i me kallë një gishtë sot, qëfar dhimë të është, për që ato edhe që ajo dhimë të e madhe që e kom pësu që aty, ma ka ndryshu mu komplet tjetër. Ka bërë pak ma të forë një rrasë, se edhe në basket, diqysh je karakterizuar se nuk ta ka një, do më thonë, je konë shumë, je konë trem njëre. Fesu me kom pas ftyrën krejt me shgjallë. Unë jam konë 16 dit, jam konë i pështjelt, e kom pas ftyrën e pështjelt. Edhe jam konë, të ishin nona të i këtë, do më thonë 90% e konë i vdekun. Unë 3 mujt dit, s'kan mujt me ma prejk ashtin e ftyrës, pe ajtit. Tash me arë prej qasajna, mëse kur i kom hek fashat, e majnë men tesën e parë social që e kom boj, jam dal, me nëzim dal për shpis, kur jam dal jashtë, do më thonë, ma kam pa ftyrën një fëmiju pa tut. Tash para mno, po ta këthyme një në shpe, sa keqe për ta një vetën. Tash prej qasaj gjendjes, me marti vetë besim, më këthy prapë shkollë,
me marrë vetë besim, me jetu me njerëz sikur normal me kalu një pjesë tjetës tone ku tjertë kanë për shembull simpatia sene, e ti dush domethënë mu konë me ardhë, vjen për një backgroundit ku se menon çat farsani për arsye se gjithçysh krejt shohin me një sy tjetër, atë se kom pas shaja shumë. Masë u kon tjetra pse u kon shumë i fortë, kon se kush ka dash mu rre në shoqni gjithmonë kanë zgjedh mu. Se dyqysh fytyra mbajke mu dok sikur mu kon ndaj far gangster. Atë që kom pas shaja tash edhe pa dash me zor kanë shtimë mësu që mu rre rrugë, ose çysh mu mësu mu mbrojt. O kon shumë interesant, që ajo më ka bu pak ma taf, mirë po ma ka, nuk thëm kur që ndryshimet njëtë që ndodhin, çfarë do që t'janë, që ndodhin për të keq, gjithçka ndodh për të mirë. Gjithçka ose ndodh për një arsye. Eksakt. Unë besoj që tash nëse pretendojnë as jam ka duhet të thonë unë jam diamant, aks si fjalë pa lidhje, po nëse don më koni guri çmum, domethënë me të vërtetë edhe është dëshira jote që ajo me arrit, atëherë besoj që duhet të pajtu me vështirësitë cilat vijnë me çat dëshirën tonë. Sfidat që të vjen jetë. Eksakt, eksakt. Se pe çati ke po sfida edhe në basket njëra. Po. Bash po du me fol pak çit pjesën shkove në Amerikë për një kohë, në shkollë. Edhe manej ju ktheve bashkë në gjeneratën e orë të Prishtinës, ku e keni pas trajner Ekremin Nunin. Po, eksakt, çfarë do konë Ekremi. U konë edhe Samiri, u konë Kajani Var. Ka dhëma pak shumë interesant. Vjen Samiri, unë i kom pas 15 vjet. Vjen Samiri në ekip, u patëm shoqënu tepër, patëm ushtru gati krejt kohën para sezonës, edhe unë tani shkova në Amerikë. Ideja ondra më konë gjithmonë me shku në Amerikë, me studiu. Apo ktheve mas 2 vjete, ha? 1 vjet e diçka i ka pas, domethënë. Edhe direkt pa të hinë në ekip të parë. Jo, ideja çatëra u pat formu, u pat bëu një farë bashkëpunimi i parë mes Prishtinës edhe nëse nuk gaboj u konë çatër klubi universiteti. Po. U konë pjesë ekskluzive, u pat bëu universitet, edhe domethënë ideja u konë që lojtarët, ideja u konë fantastike, lojtarët që s'po mujnë me lujt, domethënë me lujt se ekip dytë, po u konë të lujt në Super League faktikisht, u konë të garu. Edhe tash kur erdha unë u bë që ajo marrëveshje tani unë u prishëm për arsye çfarë di unë garant financiare, si gjithmonë që shprishën të na njerëz. Edhe se për moral s'frishet kërkosh, edhe masnina unë e pa të opcion më kthy në Prishtinë ose me najt atje. Tash isha sikur më konë viti i fundit i juniorave, do thonë 17 vjet, ose me shku me lujt në universitet. Vendosa me shku në universitet, u konë atë një eksperiencë më me thonë, kom su shumë a shumë se të kisha najt në bankë në Prishtinë. U konë Sokolja Allari. Sokolja Allari i ndjeri, do më thonë, nuk më interesan jeta që ka bo në aspektin privat, ose diçka tjetër në të fojt tash veç për profesionalizm, ose për më vetë për basketball, njëri maj disciplinum në erë që kom pa, man. Do më thonë... U konë tamam profesionist. Tamam profesionist u konë. U konë, do më thonë, pa të mësu atë mental toughness, edhe pësone e kom mësu prej Amerikës, sa atje s'të falit kur gjithë shka të fitohet, edhe njëjtë mentalitet mas njëna e pa ta pa dhe të Sokoli. Adin, kur janë salat e ftofta, kur janë nisën me të njërë të durt, është e vërtet me motivu të vetën me vazhdu me ushtru edhe masi që i ke bo një orë gjysë trening. Me to manë, më bëjke nipqe, veshe më bëjke jaknën, ecim shkallët, çfarë shkallë o blok. Këta këtu ma të ftofta janë salat mrena se jashtë. Eksakt. Po du me thonë që kjo konë që ajo koha, më patra me lujt, u pata kalit ko gjamir, normal që ka pas shumë të meta, edhe klubi se klub, edhe trenerat, kush do i ke vike, si sot, gati, kush do i ke vike u bë këtë trener, pritshmërit s'kam pas kërkon të shkrujtne, ideja o konë që veç me pas minuta, mu shlirua. Që ajo konë ideja jam, po tash të, adin, ka pas aty interesat ndryshëm, do të thonë të njerëzit që sot janë. Me njerë kalova masina në Prishtinë, kur kalova në Prishtinë, normal Samiri veç keq atëre në top form, mu pa më parasysh qysh lujsha ose qysh ushtresha, mi patlon e Kremenuni veç një 5 minuta. Unë e besoj fuqishëm që të kishë egzistu një gjëgj, do më thonë, i padrejtësive të basketbollit, i shkom full burgo me qëta njerës. Për ta garantoj. Do më thonë, për më konë trener, unë besoj që është një kombinim, për vetë se dush më konë menager, pedagog, dush me ditë me ledzu. Pa në Angli menager i thojnë trenera, e ke pa. Manager, the manager of Arsenal. Për shembull. Do të është një përbamje, një bashkësi
e shumë vlerave të njerit për më konë me jap në dorë të udhëheqjen e një triut. Sa ai çat tri mund me ta çu në rrugë drejt, ose me ta çu komplet në depresion, në gabuar, të kush domethënë me lon krejt. Tash mua edhe më vjen rënd qysh njerëz me çash pak që me thonë përgjithësi e pranojnë që të punë, si anima vlok, a shkatron një gjenerata, 2 a 3, kryesorja me rrogën, edhe nëse zgjedhet kampion me edhe më mirë, me thonë po. Apo dhon minuta dhe në konë për ty të ndo me pe fillimet. Parasysh, po të ndo me. Qatë që ka konë trening të? Po, s'ka lidhje. Unë konë domethënë çereku i 2-5 minutat e fundit edhe çaja, nëse si ka ndodhur normal, nëse s'ka ndodhur, nëse si ka ardhur në kujna togës, nëse me vjell, shtimu me lut, s'ka ndodhur kurrë tjetër. Mirë po, e mojnë me njëre, ma pat pru punën që aty, që më thirin zyre me vetë edhe ma punë i tha, ja Faria, po do me lujtja basketball, thash, po trener unë, thash, me 4 sy, edhe me plot zemër, tha, mos driblo, mos paso, mos shuto, a luj basketball, ja? Kjo legendare. Para lufti me 18 vjet, me 100 sen. Qa me bo. Edhe shkova në shpet, asha nisa me menu, vetë me veti, që shluat basketbolli, pa driblu, pa shutu, pa hin dy hapsh. Mos merr frym jeto. Eksakt. Masina ka njerëz për shembull që e kanë pas ato i thor. Atin. Po ai s'pat fitu kur gjë. Me Prishtinën. Sa Dionis ka fitu. Dugazhini fitoi. Eksakt. Ju e keni pas Gjemal Bollin, a? E kena Gjemal Bolli u kon një vjet para meje. U kon me Samirin pa të luajtur. E tani Samiru pa të bëu playmaker kryesor, unë kon backupi. Çu shkon Samiri se bashkëlejtar njëri? Njëri kon shumë i disiplinum, ka punu shumë, ka shutu, domethënë kur krejt e kanë kryer stërvitin edhe ajo kon shumë i disiplinum, e ka njoh basketbollin shumë mirë, e ka njoh sportin shumë mirë. Besoj që u kon at the right time, at the right place, at the right moment, janë kon krejt yjet janë bashku për to, për kur ka qenë faktikisht në Prishtinë. A lojtari më i mirë i gjitha kohërave? Ja, s'më thon atë. Nuk jam vlerësuar se për mua më kon lojtari i gjitha kohërave, nuk mjafton statistika. Domethënë, unë besoj që një lojtar i gjitha kohërave duhet më kon sportist i gjitha kohërave. A o Dardone njëri? As aty s'më thon. A fol me Dardone ishtar se keni pas një fërk të vogël, a? E kena pas një fërk shumë interesante me to. Unë Dardonin e kom mbështet kur kejt e kanë shojt në Prishtinë, edhe më gjerë. Në një moment ndryshon që kjo, domethënë, që kjo qasje ndaj Dardonit prej njerëzve që e kanë shojt. Unë për vete e pa ta pas gjithmonë e kom mbështet, edhe në pej kur pat lujt në fillim i ri u konu, u dëshprej ka pas artan me Metin që atëherë i pa të më pas do lojtar interesant ata. Dhe u dëshprej që i hupshin, edhe adin thësha që më e kryt nalë se i ka shkon adin rrugëve të mira, e të shku perfekti të ushtru veç përmirësov, adin prej hapit në hap se ka njerë për me edhe me dashti shumë së mundesh me ndryshu në ekip se ajo është loja ekipore. Adin ti mund është dedikon me që po thotë për Samiri e mbo kret për aj me shkëlqy. Për që ata po du me thonë janë konkret sa të në kone të unë. Tamam për të. Eksakt. Për shembull treneri ka vendosur se marrë Gjergja, për shembull Josip Gjergja ja pat marrë Gjemal Bollin. Tash se ka pas çat në ndryshim Samiri. Do thonë se e ka pas dikon që për një gabim e ka qitja. Çka ka ndodhur me Dardon? A folni hala, keni folën? Jo, me Dardonin pa të fillu me fol, unë pa ta çudit tash, ndoshta është shumë personale, po unë për vetë lojtar që kur kanë luajtur në Prishtinë si kom shojt kurr. E kom pas një karakter që ashtu të veçantë që kur ke ardhur me luajtur në shpejtë mos të kom shojt. As të kom rre, as të kom shojt. Po. Do thonë ti e del që ndodhen ato fërkat në tunel të fërka lokale. Eksakt. Po edhe në tunela kur ja tu hi ose do dal shahun e bojnë sesane, unë pa ta pas tradit, domethënë pa të mësu babin, pa thonë, domethënë nuk kur i vjen dikush te ti me lut, është musafir, domethënë edhe me të shojt mos ja kthe. As mos u kap, as mos bë kur gjë, po kupton. A kur jam shku musafir tani burnin ja kum kallzuar shpejt vet, po kupton, nuk e kom pas atë far se mu tut si kom tut kur kërkujna. Do të thonë mu kur ma kanë shojt nonën e motrën e çikën e mpej për shembull 4-5 veta, unë kom knu me ta se një motivim ato, musën e mul poshtë, s'e bën kur gjë. Njëri, the worst is already past, atë ne kom kalu më të keqën me 10 vjet. Kështu që çado që ke buti s'ke mund. Po, njerëzit të dush me ditë që njerëzit kanë të shojt. Eksakt. Jo, çfarë spritet bashkë si niveli, atë me hi me xhet njerëz të emrat. Po, emrin e nonës. Për shembull, ose çamu më kneshin kon ka 4 Mitrovica për shembull u kon njëjt.
trip, është të ma mërsh një natim se s'pjo tut, na, valla. Ish ma forta kon kur ja po të rështit delën plisat, drillës. Tash Pak që tu ka- mash, po kon Pa fani. shumë, pak o shumë, po normal që ato koreografite e tifozëve ti s'munësh me i nalë komplet, unë për vetë jam shumë kundër. Do të thonë, shomjeve në sallë jam shumë kundër. Do të thonë, A do shomjes të me mes thonë që të tifozëve. ka shoj Dardoni kër ish kumpe? Jo, u kon kon diçka finale e tjetër. kupës, para se me u bo finale e kupës, u kon qaj vjet ose një vjet ma herët, u patkona i në Prishtinë, s'di probleme ka pas, u kon të lutë për pejen edhe unë mu tash mu dha detyra me rujt Dardanin se jep ke... Mbrojtë si mirë e kom fare. Po, që fes, kur ta japin qa detyrë, mu cënë detyrë ma ka njep e kom bo. Po. Unë jam ko mbrojt si mirë, kur u dash mu ko mbrojt si mirë. Për shembull, sezon e fundit për Prishtinë, kur kom lujt, tash jam kon kusha shënu si maj mirë i ekipës që ata se. Do më thonë kështu që, kur kom pas lirin, edhe Ke kur lujtë kom në pas, sëllë. kom lujt çka do që ka pas nevoj, po unë e di që gjithçka fillon për mbrojtjes, principet e basketit fillojnë për mbrojtje, pas, do më thonë, kur jem mbrojtje i dopt, ti s'munësh me prit diçka tjetër me lujt, atë. Po tash te na mirët që sikur S'den sëllë. Eksakt. Atë për shembull leja këto mbrojtje. Tash unë kur e kom pa që ekipës për vjen që ajo çato e kom bolla. Nëse më kishton dikon bënu dezrat man merr ribondas që po na duhet, që ato na shtaj kisha bo. Dhe po ideja është që 5 veta, secili duhet me bo një sen që e bën mas mirë ti, për mujt me arrit suksesin klub, që ajo është me arrit suksesi e të na tash sot për shembull nuk është që kjo farë, që kjo mentalitet mungon shumë që kjo mentalitet. Mi u kthy pyetjes tone, me ko një farë sani shumë interesant. Këto ja u kallëzoj njerëzve kështu privat, kështu që se kam probleme ta tregu edhe ty këtu. Edhe kreta ty që kam më ndëgju, u kon një rast, u kena kon të shku në Rkash, e moj me si sot, unë kom pas shumë mërzi, e kom pas me ma shajt nonën dikush. Sidomos dikush që më ka njoftë me ma shajt nonën, dhe më thonë, nuk e kom duru kur kanë heq. Me nona si më shajt kur. Në kohë sërbëve, kom një sërbë të shajt shumë me nona, dhe qysh nona s'ka pas vlerë, për mu është diçka tjetër, kretë komplet. Edhe kur ma ka shajt dikush nonën, se kom këthy mo, o më thonë veç kom këshyr kutën zo, adin me asi. E një moment pa të shajtaj. Edhe pa ta thonë, Dardana, për din të kush jam, adin. Mos më ka përzime na i kënë. Tha, po ty edhe ma pa të këthy pravi, pa ta thonë, okej, edhe mos si pa ta do që atë lojtë. Në tonë kohën e kom provoku, që aty ja pat njës që ja farë fërke. Masena në kup, kur këna lujt me pejen në bashkim, unë e besoj që qatë loj e vlerësoj si kur të avidi me Goliatin. Do më thonë, me thonë, qasi loj o konë, Hekurani ka pas probleme bark. Playmakeri jonë që pat lujt me Jamal Crawford, jonë konë dosta dhe patën lujt bashk. Sirse? Jo, Sirse konë shumë herët. Kjo konë e këputi Akilin, para lojës. Këna pas Akida McLean nëse e mon men, veç aj u konë, aj ka pas problem me kom diqka, edhe këna pas një 4-5, do më thonë këna pas 5 klasik, jonë konë të dytë, jonë konë ka 2-8, më do këtë jonë konë gjatë. Njoni për tyne u konë gjysë lejtari, do më thonë se një kom e ka pas të vrame, edhe lejtarë tjerë, do më thonë që jena konë në ekip. Po, në gjdo letër, në barazim, të na ondi na konë të humbën, edhe na fitojnë a lojën e këna pas Ametin trener, që unë besoj që është një prej strategëve më të mëdhej që ka ardhur në Prishtinë. Po më kujtohet që lojë, po. Finalja e kupës, a? Eksakt. Edhe deri në atë moment jam kon të luaj 2-3, edhe më thirr treneri, ma bën tha, fare ç'është ç'është gjendja, tha, po do me fitu kupën. Mirë. Unë përqatoj jetoj. Edhe ma pa të bo, tha, okej, tha, s'du është ta me hu pas një top, kime lujt, tha, 40 minuta, se s'kam play. Tha, s'guzo me hu pas një top, du është me bo asista, du është tha me, edhe kime rujt, tha, Dardanin të në kohën. Me lujt mbrojtje të në kohën Dardanin. Mos me hu topa. Të në ato bloka që i bon, mos me hu topa, me lujt playmaker 40 minuta, mos me hu top, në finalet kupës, është diçka, po e pa ta shqitë në kry, që ta të natën, të ditën ja pa ta vërtetu vete, veç që të sen që më ka thona e... Sa mirë të pas ka e misionin të pas ka. Exakt. Ama u konë, ki mujtë mi besu se ki pa që e një lojën shumë, e një basketbolin tepër. Ajo konë treneri Beshiktashet. Mirë që për me në trenerat, se po më interesën,
pikpamja jote për Arbenin, Krasniqin, të thojnë treneri më i mirë të gjitha kohërave. A mendon që është kjo, a mendon që veç Prishtina o kon më e përparuar se ekipet tjera atër i ka marrë lojtarë të huaj më të mirë? Çfarë mendimi ki për Arbenin, për edhe për trofet që Unë nuk besoj që qëndron që ajo. Okej. Po Pi trenera vendora më e mirë gjitha kohëra? Jo. jo, s'më më thonë as ato. Okej. Thash më mat një vlerë e njerit, nështë unë i kam pritshmëri shumë të larta, po më mat vlera e një njerit edhe me thonë një treneri më i mirë gjitha kohëve, dush me të vërtet me bëu diçka interesant, domethënë ose me bëu diçka të jashtëzakonshme. Jo veç me fitu tituj. Që nuk është veç puna me fitu tituj, s'është shumë vështirë. Në çfarë do shkojë është shumë vështirë me fitu tituj. Feks. Edhe për Trepshin sa që thojnë aty ashtu fitu, ka një farë winning streak që një 3-4 sezona do të fitu. Okej, thojnë është lehtë. Nuk është kur lehtë me fitu sezon. Harroj ato. Po. Sa dush ekipën e mirë me pas, nuk është kur lehtë me fitu një sezon. Domethënë është ki problematika të llojeve të ndryshme. Domethënë s'luajnë lojtarë të mirë, lëndojnë lojtarët, s'ki buxheti harxhohet, s'ki sponzora, tifozët përlahen mes veti, përlahen tifozët me klubin. Domethënë ka sene të ndryshme njerëz që ndodhen që janë kundër asaj ti me fitu një kampionat. Po. Mirë po, unë pse s'besoj që ato fes, nuk e besoj se na e këna lujt njëri moshën, e këna lujt një farë sulme, aksionin moshën, e këna lujt një 10 vjetë. Veç ato. Veç ato. Edhe unë e kom lujt. Edhe te ki lujt e ma menë dhe halo, di që Pe kadet, avden senior veç moshën me lujt. Exakt. Mas nejna unë nuk besoj fort në trenerat, të më thonë, nuk besoj fort në që ato që ti veç pse ka fiton që janë punë të mirë. Të më thonë, tash me këthy plakën anën tjetër, Prishtina u konë si klub u konë me kryesi me këtë u konë shumë mirë organizuar. Mirë financiarisht. Financiarisht su konë mirë, gjithë, nuk u konë ma mirë. A ke pas ma Beteksin. Njerë ma Beteksi ka pas premiat sa këna pas në rogën. I ka pas në ashta lejtarë, Prishtina. U konë lejtarë njerë, i ka pas lejtarë vendorë, për shembull këta janë shku që ajo mentaliteti që asoj kur basketbollistat e udhëheqin një klub, me ndihmën e një menaxhimit të mirë, do më thonë, nëse s'ka që aty basketbolista menaxhera të mirë, po janë basketbolista kanë ushtru të njëtën, kanë lujtë të njëtën në sistemet ndryshme, unë besoj që klubi është shumë më i këfjellët dhe shumë më i gjallë, kur ka qasi njerëz, qasi persona në kryesi, se sa kur i ka do tipa që ka këshyrë basketbol prej tribunave ose ka këshyrë një numër caktum të lojëve të basketbollit. Ose biznesmena. Po edhe full biznesmena më konë, për shembull, që s'kan prejk fort, po ja u merr mendja. Në më thonë, ka pasër rase kër i ka thonë shtine këto, se kjo shëtë nga mirë gjitit lira, për shembull. Unë e di këto në bashkim ka ndodhë nga. Ja, ti kon tjetër më se përmeni. Unë e di që nga kretori bashkimi. Ja, se di unë nuk e di. Që të gjeshën, mi gjujtë penallat, ja ka po ati, ja ka po falë. është që kjo storje. Nuk e di atë. Që të shka storja pësër të bashkimit. Ajo, kam thëmë. Ja, s'moj. A e koni bullizum për Arbenet? Po, njëri, nuk i bullizum. Unë kom ushtru edhe verës. Për shembull, nuk jam shku në Kroaci, kom ushtru me 3 atletë, kom pas trenerin personal, kom ushtru domethënë edhe verës kur nashta shokët e mi kanë pushu, s'po thon krejt që kanë pushu. Një kohë kena pas për shembull klubin na pa çu verës në për kampe. Me na pa çu më përgatit në kampe. Mirë po, këtë kena bu diçka, po them që shumica e rasteve unë jam marrë gjithmonë në sezon nuk jam kon kurri pa përgatit. Jam kon gjithë domethënë jam kon i përgatit. Për që ato edhe nuk kom pas as lëndime shumë. Domethënë lëndimet që kom pas janë kon trast të gjendjes të asaj që për shembull krahun e pa ta pasë pa ta nxjerr për vendit. Ajo nuk më varet për përgatitjes tonë fizike. Mirë po kështu me kput ligamente ekzistente s'kom pas jam kon gjithë i përgatit, kom ndaj gjithë gati. Edhe puna është që kur të kthehesh ti i përgatit në një ekip edhe masina shet çasën e njerëzve, domethënë ose gjithsesi trenerit, ndaj disa lojtarëve të cilët nuk e kanë bërë që ato, edhe nashta se meritojnë, domethënë unë besoj në drejtësi edhe nëse Fisi ka shëtu 3 herë se ka jap, edhe unë se kam shëtu 3 herë se kam jap, të dy duhet më kume e këna vendin në bank. Nëse Fisin e ka qitë me 3 herë, edhe mu letëm qetë mas 3 herë. Mirë po dikon e qetë në bank mas 3 herë, ose mas 2 topave të humbën, ose mas 2 mbrojtjeve të këqija, e dikon jo, për arsye se ja ka pru një majica, ja ka pru një kaset të për Amerikës, ose ka bu një gjastil,
asnjë trener për mua që e bën çfarë sani nuk e meriton më çuj çashtu. Atë për shembull ka pas favorizime të ndryshme, për të cilat unë jam kon gjithmonë kundër. Edhe unë nuk kam hezitu kur me ngrit zonën tëm pa drejtësi, as sot se hezitoj. Nuk më intereson hiç, unë në jetë në çet vend, në çet tokë kam në jetë. Edhe dy gishtyri kam. Domethënë nuk më minajt pa drejtësisë mbrapa. Domethënë edhe si rikur. Unë edhe pa drejtësi janë në vend rrina. Edhe në rast kur e shoh që favorizohen do lojtar, e do lojtar tjerë jo, unë për vetë reagoj më njëherë. Kom reagu edhe në rastin kur s'ukon për mu. Sos po them hajde veç mu, ama çdo që po meritoj. Po ukon rasti kur patëm vendos kush më jep diçka për një farë me thy një farë rekordi, janë kon dy emra tu folun e pa ta thonë se s'është Alban Veseli për shembull çaj që po zgjedhet, po zgjedhin një person tjetër. Po për pikë Granitit Mitrovica, a? Ja, pse po shkan çështon detaje. Po podcast dënjeri që do të më fol burrash. Burrash. A kjo do të thonë çto pikë janë kon të para po me më herët, a para lojës. Pa kena di që kam u lujt loja me Mitrovicën. Ata janë kon dopt shumë, këtë fëmijë. Ata janë kon kanë 1 metër, domethënë janë kon edhe pi gjatësisë janë kon mat asnjë edhe 8 veta janë kon këtë në ekipa 9 kur po të marr. Edhe unë pa ta reaguar në zhveshtorë se e kena pas që ajo kon ku vendi jon atë. Ta them pse Albania po të pas sezonin më të mirë në neve çatë. Alban Veseli u kon ndash në shot, ndash në deportim, ka pas lojën stabile. Edhe pa ta them se s'pesh problema faktikisht Albanin. Edhe nëse e këshyr qatë lojë, do më thonë janë do pikë që janë shënu dhe si ka shënu Granitin, për Granitin do më thonë e kam bashkëtarë dhe kam shok, po senat janë që janë. Se di për shembull që tash e poshtë dhe Bema Debaja që i dha 83 pikë, i kish gjujt 48 gjujtje të lira, e ka njëherë dhe rekordit, do të më kom pak me pas vlerë njëre, po dhe në tash që po thu dhe ti, s'po dojna me fol për rekordin, po Mitrovica një me në kon... Arjan Tahiri u kon, tash u buka gjanë një farë politikoni, kështë që pas ka pak... Arjani u koni vetë militar që aty, që më ka që dit, do më thonë që s'kam ri, më kon, do më thonë, me trepshen me arrit diçka. Qëre për Arjanin që thejshen... Talenti u kon edhe... Për të gjithë thejshen Arjanin që kjo është lejtor i mirë, për kur gjithë është lejtor që apo mësejke. Për ma se pas në disë. Po sa e kon gjenerat ma me mu, e ka pas një vloj zeti, në është dike me luvish mbrojti lyke, i zë Tahiri. Po, exakt. Jo se kon i zeti, jo. Jo, ka pas një vloj Arjani për arru vëmnin, se i zeti është këtë që është me trepsën të ashte, se në përzi. Po, që më interesant me ditë, o mirë që përmenëm trepsën. Kush o majlë klasiko, Prishtina Trepsha, Prishtina Peja, për ty? Se i ke pas momentet me së cilën. Janë besoj që Prishtina Trepsha është el klasiko. A Prishtina Trepsha? Ka rëndësine veçante, ka Prishtina Peja, po Prishtina Trepsha është gjithmonë njëri qëre. Nëse e këqyr dhe demografin e njerëzve, do më thonë, nëse e këqyr Prishtin, do më thonë, të na vinë krejt Kosova, jenë ardhë. Me lujt? Jo veç me lujt, jenë ardhë me bu biznes, më shkollu. Në Prishtinës kanë hongër buk, edhe Prishtinës e kanë pas shumë i natë. Në Prishtini kanë bu faktikisht pasunin, edhe Prishtinës të një mënyrë e kanë pas atë lokalizmin, unë jam për që të farë punë. Po një farinati të pru më konë gjithmonë, se kuptu kur pëse Trepsha e ka pas që ati natë që mlef, dhe më thonë me Prishtinë. Po është një farë mlef, ja? Nuk e besoj që është e njëjta prej Prishtinës, nuk e besoj. To është nështë e mu në gabim, nështë e mu për mdokët. Po nuk e besoj që është mlef i njëjtë, man, që si natë, për shumë mu për hertë partë, neve për hertë partë, na pa të njëjtë Molotov koktel në Trepsë, man. Do të thonë në majnë menjëm konë junior, kur pa të ndodhë një farë, e kam alon një gurë në shpejt që e ruj, do më thonë, kur na pa të në thy atë farë kombin, arbër daba e, men arbër daba e pa të pas krytu, pa të mull krejt poshtë, pa të pas krytu në prahën të one, juniorat u konë një farë tripi federatës, u konë shumë i mirë, juniorat i kam pas lojat para seniorave. Po. Do më thonë, na shka ishim lojnë të një veshin seniorat e vazhdeshin, atin u ishin loj. Edhe, njëri që atër pa ta po unë miku, pa të konë, sa moj menë, këto kjerët e Coca-Colës që janë konë, si bardhe koqa që janë konë, e më ndokët edhe kanë shkel njerëz, do më thonë, sinqerisht e kam. Edhe njerën a patën qu për te Euros, se u konë ma sigur të se këna Euros. Tash për mu që kjo nuk bën sens, man. Unë shqiptara, na vesh, se një sezonin a kom bashkë, na vesh në Prishtinë. Po, exakt. Po, se s'këna, kur i patën thy, do më thonë, zhveshtorat. E për mu që to janë do sene për shembull që janë likësi, unë për vetin nuk e besoj që në qësi mënyre du me na me tregu... A e konë në pjesë e lojës në 3 vazhdime që u shku Mitrovic?
Si e kona, Cila o a thy kupa është që e kanë thy kupa, e Po, kontri që është. së kontri, ajo së kontri, ajo kontri vazhdimit. Asë në kontri vazhdime, ne vazhdim u konë, po. Është një vazhdim u kontri. Kallë të ma pak qëto që shu nishët me kupë të thyna që erdhët Pa kënej. njeri, mu neve që na ka ardhë ketë se ajo konë në klub trep që së konë diçka, din, dhe kësari na shkuaj na ka përshëndet normal. Dyqysh edhe kam pas që aty si kur të sigurt. Adin që kanë më na mujt. Edhe kur e hupin lojën me distrep që qysh për i natit e kapi e kupën, adin në pa të qudit. Është momenti njerit që duhet më kontrolu se që jetë gaz të në histori të apo të basketbollit, është që me thonë, adin. Mu për veti po thëma pet, unë nuk besoj që sporti o platformë politike, nuk besoj edhe nëse politika ka pjesë, edhe nëse një mazhorancë e politikës i përket, do më thonë, ose është antore një klubit, nuk besoj që duhet me bo politikë me klubin edhe mrena klubit. Një, dyta, që me duhet më konë platformë që nga bashkan, e kam pas një sezon man Mitrovica, Prishtina, Peja, Ketu, pa të mbledhë që ta udhec të tifozve, më konë knatësi, më konë në salë se ushojshin që ata që duhet më ushojt, e jo njëni tjetërin, atin. Njëri qëre, sporti është shumë i thjesht. Shumë është i thjesht. Ushtran, pregaditësh për loj. Do në kemi ushtru, kemi pregadit, në është 10 herë ma fështirë se që kemi pas në loj. Që kur vjen loja me pas ma let. Që se si ke kryt e tyrat e shpis, jaran. Mos pret me artin, loj dhe me fitu, tash të shojt tifuzit, të gjujt rambull, të gjujt molotov koktel, haroj e pikon. Kur të mundi, po jo, s'dodh kjo. Kur është që kjo gjendja, kur është që kjo qasja, dush me mësu për kësajna. Shkan shpe, këqyre që ke bo keq, ushtrov la 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet, 5 vjet. Prishtinës kam i vyk në është edhe 5 vjet së tashti, për me menu mu bo kampion. E shumë mirë që e përmenë, çfarë menimi ki për që të ngecje që 6 vjet që e ka Prishtina për tituj. Kush ti ka dhënë temat edhe pyetjet se jam ka dyshoj se tash je kam prej këtë pikat më dopta që ekzistojnë, domethënë fare në që Kikerika nuk shes. Për një meq, çfarë menimi e ki se ka zhani ngecje, a? Që njëri, unë për shembull si vjet kanë vëllezek edhe me ropi ligët, nëse këtë dëshkëm që nuk po bin, po kanë si 6-tit 7-tit. Unë jam azil të klubit që 12 vjet. Okej. Kur e kena fitu kubën me klubin, kryesia që patar atëherë, me cilën unë nuk pajtona as për asoj ditës, nuk jam pajtu, as sot, as kur s'pajtona me ta. Me kryesin që është tasha që që kanë qenë. Okej. As me kryesin që është tash nuk pajtona. Do më thonë, unë nuk besoj në ndrimet të tilla. Ndrimi i parë që i ka ardhur Prishtinës, ka pas pra pasken veç tifoz lëku, u konë koha kur para 12-13 vjetëve, kur pat nërë që ta kryesia që jonë konë. Që ta kryesia Dallaverave, që shpjo thonë këtë. Okej. Dhe më thonë, unë hera e parë që ka ndodhë dhe që ka ndrim me forcë, u konë qatë herë, edhe që tashti që ka ndodhë apet, do më thonë, po 2 herë është iniciative për ta jënë plisat. Unë i kom plisat, unë jënë kom plis para se më konë lojtar. Unë kom ushtru, po lojtar, jam i vetmi në Prishtinë që kom kalu krejt kategoritë. Fes, zjedët. Po. To thonë i kom kalu krejt kategoritë. Unë tonë jetën teme ja kom dhonë Prishtinës. Prindi jam ja ka jap një jetë Prishtinës. Unë tonë kështu që me pedigrej jam i Prishtinës. Edhe lojtarë i Prishtinës jam me pedigrej. Mirë po, edhe nashtë jam i vetmi. A ishte këthy në arë me udhejsh Prishtinën, sekretarë. Se ta është jebo dhe biznesmen edhe. Po qaja është që në qëfë se s'ki udhejsh kur një firmë, edhe s'ki pas punë me njerëz, nuk mund është me arti me kërku me udhejsh klubin. Unë besoj që nëse e konë, ki tentu në politikë, dhe më thonë, ke tentu me qatë parti, me këtë parti, me atë parti, me bo diçka, dhe s'ke mujta, s'ka zjedh as populli me udhejsh, qysh po da me adhë me udhejsh popullin. Dhe më thonë, unë për vetin nuk jam i hargjun politikisht. S'kur kom pas oferta, dhe më thonë, me bashkëpunu me partit ndryshme, nonën e kom pas deputete në parlament, me LDK-n, do më thonë jam konë për vetë jam apolitik, i kom mendimet edhe masmari falemderona prindve që kanë mjellë një kultur të veçantë familjen tonë që vlerësimet politike ti kanë lënë të lira. Nuk na kanë bërë tifoz. Nuk ta kanë ndiku, po. Jepja votën këti se e kem diçka. Ti e ki trunin tënë me na, lexoj sta libra, lexoj libra, me mbledh dituri, bën vlerësimin vet. Diskutimet janë konë të hapuna gjithmonë familjen tëmë, për to jam mos e falenderus. Do të thonë edhe që kjo është ajo që të bën me arrit do të thonë një nivel pjekunis ku ti din me menun që si mënyre. Në qoftë se ti ke kandidu me një parti politike, edhe nuk je zgjedh, ti e harxhu politikisht, ti harxhu sikur njeri. Mos kandido mo. Mos kandido mo as aty,
ose ndroje strategjinë ose bë diçka nëse të ka bëu padrejtësi, del pra, fol për padrejtësi edhe muje padrejtësinë, ama mos tenton me udhëheq klub. Nëse i harxhun 3-4 pozita, e tash po tenton me marr klubin. Edhe s'ke udhëheq kur domethënë asnjë firmë të vogël s'e ka udhëheq vet. Apo kupton? A i vjen keq nëse e kon lejtori mirë, do me thonë detyrimisht që mundesh më bëni trajner i mirë ose një menaxher ose një drejtar. Janë shumë besoj që ashtu. Do thonë nuk do me thonë ti që lojtari më i mirë ka më konë në 10 si më i mirë. Se janë dy sena të ndryshme. Pa ke po dhe trenerat për shembull jashtë, nuk është detyrimisht që për shembull je kon lejtor shumë i fortë bosh e trajner i mirë. Jo, e vërtet është. Unë e pash Gjordani, kur është bu trajner Gjordani? S'ka nerva me vërtet. Nuk është vetë që s'ka nerva vërtet, po është edhe qyre çka mundet me jap ai më shumë, domethënë se që japin tjertë. Ai ka menu këtë punë vet. Unë e ka pa, ka kalu, nëse me krahasu me folën e për Jordan jam kërkush. Është si shembull. Jo, se kisha si shembull, se kisha. Domethënë është larg çdo diametri që mund na me mendu. Po nëse kisha më kthy në çat pyetjen tonë, unë e pash një fotografi shumë të bukur të Realit nëse nuk gaboj. Po të loj Reali s'di me kanë lojtën dhe treguam për një moment tribinat edhe këtë ish lojtarët ishin menaxhera në klub, domethënë ishin pjesë e kryesisë. Çaja që e bukur, atë. Po te na mungon një sen, domethënë që po besoj që është dobësi shoqënore, me marr një vend pa meritu, është dobësi shoqënore, dhe me pretendu për një pozitë pa meritu çat pozitë, është dobësi shoqënore. Domethënë thash prej tu nis prej ndoshta udhëheqësisë klubit. Ai janë pak njerëz ambicioz kështu ta, shqiptar. Na i te kalojnë ambicie me pas është mirë. Mirë, po nëse ki ambicjet manal se diturinë edhe ato që kemi mujtë ti me ofru, besoj që është gabim total. Po. Nëse ti merr në qafë një njeri, një popull, një grup, një familje, një popull, një shtet, një rajon, një botë merr në qafë. E na ka njerë për kena ambicjet shumë më të nalta, spedina çka duhesh me pas si bagazh, domethënë duhet shumë punë për me mujt me mbështet ato ambicie, për me mujt më kon ti me prunë një diçka të mirë në udhëheqjen tonë. Domethënë duhet të kalu me hongër shumë kryp njerit, nuk është vetë ashtu shumë thesa me kryp duhet me hongër. Nuk është vetë çajt vallai po ma don mu çash po ma don po punojmë për ty një 3 muaj ditë, na shitsen e kena edhe kështu si popull, te a ke pa, çetet në fotokopje, mos 3 ditë para po foli prej fillimit për 2 mitave, në fotokopje 5 fotokopje. Një borektore, 5 borektore. Çata e kena kështu në venet e ndome, ku janë argjentarit, ku janë mobishopa. Thot, kombëtarja e Kosovës basket. Po në futbolli për pakem të kualifikon kampionat botror. Ndërsa kombëtarja e Kosovës s'po mundet as para kualifikimet mi kalu. Me nxepi mujnë Azerbajxhanin, Irlandën këto. Çka do të më bëu ndryshën, ase unë gjithë them që të sen njerë, na jena ish Jugosllavi, dashëm apo s'dashëm çata jena. Në çdo kampionat evropian e ki Malin e Zi, e ki Bosnën, e ki Maqedonia, nona më thot kur s'kan ditë me lu basket Maqedon. Ata për shembull kanë marrë pjesë në evropiana, na halo s'ja bënëm sefte. As po punohet me 3, a ku te na kur su punu me 3. Do të thonë nuk u punu çu duhet me 3. Po. Ajo është gabimi numër 1. Domethënë e dyta, unë po besoj që ka shumë sene njerëz që duhen më ndryshu këto. Mirë po, në një moment duhet mi haru krejt sukseset, se nuk jena kangojna për sukseset cilat janë në steroide. Domethënë është sukses në steroide është kur ti naturalizon shqiptarët e Maqedonisë, ju jap pasoshat Kosovës edhe ishtin me lujt në ligë të Kosovës. Unë kjo në kundër asajna. Po mos naturalizon njëri e mi shti këtu me lujt para 3 tu. Nuk jam lokalist asnjëherë, të lutem mos më keq kupto, as ti as kërkosh. Jo, janë edhe të Shqipënisë që kanë pasur. Edhe për shembull, edhe të Shqipënisë. Kamër edhe të huj, domethënë që tash po naturalizohen për me marr pjesën i poshtë dikon 6 lejtar nëse s'ka bëjën të luajnë ligë që naturalizuar me emrat huj. Kjo është absurditet njëri. Kjo është mizerë, amerikan ose çfarë nacionaliteti janë. Kjo është absurditet. Do me pa dikush që ta me sy, do mos me reagu, ja jena këtë në gjëm, ja unë e kom lujt. Unë na peshtyne po. Me pati që të sen, që të ndodhë, naturalizimi i right-left naturalizo, apo dhe me lujt paka hajt naturalizo, luj, kjo mizere. Kjo është të chase adin qatë sukses, do thonë me njek qatë sukses, pa pas merit.
Kjo, unë po besoj, nëse nuk gaboj ka fillu për Prishtinës, që kjo naturalizimi i lojtarët të shqiptarët Maqedonisë. Mos gaboj flatportë. Eksakt. Kjo për mua debilizëm se ata s'kan prodhu vetë lojtar, se kanë njërsit bankën çysh duhet, nuk kanë punu detyra shtëpisë çysh duhet, masina çysh e kanë bo, hajde tash të mbulojnë ana çfarë deficitin që kena me 3, hajde i marrim pi atyne që kanë punu hazër atje. Po. Edhe kur të menon unë besoj njëri që federata është organi i cili ose me hatër, ose me zër, e organizon të ardhmen e basketbollit në Kosovë. Edhe unë prapë po them shumë lehtë me marrë një produkt që një byproduct Amerikës që s'ka mujt me marrë vend asnjë ligë kërkon, është lojtar fantazi, ka jetë, domethënë smundet me lujt për asnjë kombëtare, ti pe naturalizon e po lum për ty. Nuk është e merita jote, se ke shkolluti, se ke edukuti, se ke ushtruti, kur gjë s'ke buti. Te ke marrë një produkt të gatshëm, ja ke mshel sy të rinisë tone, ja ke mshel rrugë të rinisë tone, për çato e ki rinin çto ku e ki sot. Në punohet shumë pak, mbështetet shumë pak rinia, mbështetet shumë pak lojtar vendor. Njëri, që kjo rregulla me unë pisho do 5 huj, 5 huj, të luajnë 5-8 të luajnë njëjtën kohë, do të them ka ndodhur zikon e parë se ne kem duket asnjë kosovarske. Po i bjen që është 3-2, 3 të huj 2 vendor, por që ata 2 bëjnë naturalizu. Eksakt, domethënë ata presin 5 vendor. 5 vendor. Ashtu që ka këtu fojën, unë e di që mas 10 vjetëve këta kanë me kru kryt. Qysh me krujnë shtashti Prishtina. Po. Kallëzom ati mu vendor të Prishtinës e një krejt jashtë. Kjo është marri. Do thonë që ajo kryesi... Jo, njëri, për shembull, je kon te, jo kon Ariani, u kon Granite, u kon Floriani, u kon Eda, u kon Edithi. E Floriani u kon pjesë, nuk janë kon çto produktet të Prishtinës 100%. Do thonë Granite, Ariani, teni kon. Nat edhe Besniku. Vërica e na kon 4 veta, domethënë me të cilët i na marr prej juniorave, ka u investu me neve. Kujtim Lepaja janë kon. Lavdimi. Eksakt. Janë kon domethënë ka pas shumë lojtarë në ligë që kanë lujt. Po, ka pas shumë lojtarë në ligë që kanë lujt që janë dalë për Prishtinës. Mirë po në Prishtinë na kon çta 4 faktikisht. Jeni kon pak në varë se Big Four, Muhamedi Hasani, Mani Gjenerata janë, unë Fisi Rogova. Eksakt, Fis Rogova. Nuk ka pas domethënë lojtarë që kanë dalë, mirë po s'ka pas kontinuitet, as nuk e keni pas domethënë udhëheq ose klubi nuk kon misu për t'juja. Ja. A je pishman fare që tu ka kry karriera? Po shumë. Nuk jam pishman se mu ka kry karriera në mënyrën ma drejt mundot. Unë e kom pa që njerëz për cilët unë se konkursy vetën në asnjë moment kanë ditë me ma këty shpinat. Mu për shembull njerëz me të cilët unë jam kon shumë i lidhur në çdo aspekt të jetës, nëse më i më thonë kryesia plisave, në atë kohë kur jam kon unë, po edhe më herët unë çdo shok e kom pas ples. Unë me çelin e kam një fotografi njëri 99 2000 nëse nuk gaboj të e moj Tuponin lojën e parë. Po. E kam që të fotografi është me dresën e babës tam, KB Prishtina shumë të i kam ftyrën e kam gjërost. A i më shën qeli Tuponin, ta unë e qeli e mojna Tuponin, du me thonë pa garanci. Po du me thonë që unë e prej qatershit, jëm kon, që me thonë, i mishnu me Prishtinën, gjithë qka këmbu me Prishtinën. Po, në gene që thonë, në Eksakt. Edhe kur është dash më kon forefront për mu shajt klube tjera, mu më kanë qitë për para. Atë në gjyshë më kanë përdor sikur s'moj me thonë më kanë përdor, po janë bështet mas figurës tame për me mujt me bo ball ekipeve tjera. E tash në një moment kur jeti qaj o ftyrë dhe kur jeti qaj qëndrem ose qaj shtyll, ty më patë ndodhë një farë sen interesant, mu më lindë vajza, edhe unë shkoj në Gjermani, edhe i ka pas hira, i ka pas 39 dit, mi e kom pa thonë dhere 45 dit zbën me fluturu, unë njërin 39 dit e kom marrë fëmin tem edhe marrë në stërvitje, Prishtinë. Mu dy njerëz ma kanë dalu ushtrimet në salë. Sërbt, nja, në kohë sërbë nësë këna mujtë më ushtru në salë rames, edhe 2 u konë qaj treneri që kanë pru qaj kryesia me qëtë personat, me qëta personat që i kanë. Kështë u konë treneri? Nëse s'gaboj u konë një farë Qabar Kapazi, që ka pas emrin një farë Bardoshi, u konë, mojnë men pa ta i salë. A, konë i Bosnës ke? Jo, u konë i Turqisë pa tartë. Se mas Amedit pa tartë. I Bjondi. Qaj Bjondi. Po. Edhe hina u në salë njëri me patika, u vesh anë zhveshtore, kur kush s'fal ke kur gja. Edhe kur hi unë në stërvitje, i veshtë, po vjen ai treneri, ma bënd ta kush jete.
Edhe unë apo thash, falë tash kush je ti thash, se unë jam tash ai që kom fitu tash një 6 herë kupat dhe 6 herë kampionat me Prishtinën, tash kush je ti? Jo tham falta po mu s'm kanë njoftu tha, Xhehon Xhabadak. bravo çaj Xhapadoki. Xhapatapatak. Paja patak. Okej. Çaj, të pena pak seriozitetit se më kishti fat. Edhe njëri s'mu lajmërojshin telefon as Blerante as Floriani. Okej. Më thërën me ardh, faktikisht s'ke kush kundër, s'ke kundër me ardh. Po ishin bo në marrëveshje, qysh kanë dita me bo marrëveshje, domethënë të mshefta. Edhe besoj që e fërka me kur e fitoja na kupën, Dardani mu ma më shumë boks mas shpinës. Kur e fitoja na kupën. Edhe incizimet janë konë në 21 kur s'ko mujt me nxirr. Tek kishin edhe këta nuk kam protestu që atëre për çat boksin që më kam shu mu Dardani mas shpinës, se besoj që tek kishin pa federata që ata kishin dënu ato me 3-4 lojë, na kishin pas shanca me fitu, se ju kishro faktikisht Dardani heke pe ekipës, këtë ekipa ka luajtur për ta. Po më pej me Samire në çka sezon, a? Po eksakt janë konë, ata janë konë Po, super Shima- ekip, janë konë Real Madrid janë konë. Ja. Konë për shkak tash sikur Goliati me Davidin. Po. Unë i kam pas 3 ekipe Ja, mbrana po një thuj ekipës. që arsyeja pse s'e kon Prishtinë është që u kon Dardani s'ka Po, dosh me kep. besoj 100%. Po. Besoj që u kona e farë marrëveshje më shef diçka. Se unë s'ko mujt me, unë s'kisha duru, çka ka nduru këta tjerë, unë s'kisha duru. E ma e keq që u kon njëri kur s'm ka lënë me hi në ushtrime, asnjëri pi kolegëve të mi nuk u qua mbrojt. Asnjë heq. Njerëz me cilët kom luajtur në tonë jetën e vet, kur njerë një pyetje se kam bërë për mua. A para kësaj sezoni domethënë na kom bashk. Edhe mos e kishin fitu që ato, mos e kisha fliju, unë edhe shumë tjerë për me fitu kupën, nas shim kom pjesëtar ndokët të Ballkan Ligës. Don para minut i lujune, fitojna, lujmë na, fitojna, bom pjesëtar, me qatë fitore e sigurojna pjesëmarrjen Ballkan Ligë, nëse nuk gabaj, nuk e dia u kom vendimtare, po çashtu na patën thonë që është vendimtare. Po. Me fitu duhet gjithçysh nëse do me marr pjesë në Ballkan Ligë. Edhe tani kthehesh me ushtru me klubin tënd Zambrës edhe ty të largojnë, e unë e pata bu një gjest se unë pse kom pas babën tem kryesi, baba më kon njëri që mas pakti ka besu që mund me ndodh dredhi në sport. Njëra ju kon që aty edhe mas pakti ka besu që mundën, nëse se ki meritu me lujt, ka thonë ai, s'ke lujt. Po. Voni ka marrë vesh, do me thonë, dredhit e trenerave, qysh silën trenerat, qysh shtin treneri mu do keq, do me thonë, ti prish nerat para lojës, të henti lojës sa dush. Ti e the, një tifast, ka thonë, do me thonë, mëse argjë shutat e ta ka prishe. Para notit treneri që e këshyr me, ka të folë ti ja këshyr gojen, do me thonë, që pa të treneri se you're there to follow him, adin. Edhe, tash para no, kur qaj person ty, tull poshtë, se të thët një send kesh, do me thonë, ty të nxjerr për lojës se bava kur s'ka besu që kemo më kom pjesë e sportit. Se garant Kotina kur ka luajtur për Prishtinën, ka ndodhur. S'ka ndodhur gjë atilla, s'ka mujt me, adin nuk u kon qëllimi i trajnerit me tul ty poshtë për me shti dikon tjetër me lut më mirë se ti, s'ka pas si politika të djallëzuara, besoj. Adin po janë kon pak më fair njerëz, adin. E unë besoj që sporti është sani më fair që mund të ekzistojë në botë. Domethënë se aty më keq ke fol, keqa ke bo, binuj. Aty njeri e një me një e të lujt, edhe ja fiton ja hup. Ai ka ushtru ma shumë se te, fiton. Ai ka lujt ma shumë se te, fiton. Ti nuk i ki, do më thonë, komponentet, një për komponenteve kryesore, se ki menjen, trupin, pregaditjen, që aty, ki me hup. Qa dush bëte, lutu sa dush bëte, që ka dush njeri. Miracles më dush me pas një hera, ama së më dush me pas të na veç loja e kupës më do këtë është me një finale. Dhe që ka tjetër u konë me 3 dhe 5. Kështu që sezona është shumë e gatë. Së më është i ketë lojt me fitu tu me Miracles. Një loj më është me fitu. Exakt, fis. Do më thonë që to që kjo është do më thonë mendimi jam. A ki pak se pishmo njëri që se ke krys karrierën në Sigala? Njëri. Para note unë e kom nis me... Unë e kom nis kur këta janë konë të lujt për klub që atërë. Unë e kom nis me... Thëmë kena ushtru në sallin një liri, kena ushtru shkët zene e pat nis me vajzat, unë jam kon shumë i vogël, jam kon 10 vjet, unë ushtrojsha me vajzat juniori pat organizuaj, që atë ka qek, që kena pas atëre mundësi me ushtru, unë pat ushtru, do më thonë, me muja pat nis klubit, të një pat ardh kujtimi, lavda, se lavda kujtimi kanë diçka të zenin, të një pat në ardh, u pat në formu, u bënëm dikon 30 fëmija, dhe nëso interesant të konë.
Vesh me konave me ushtru ballasht, ama po du me thonë që aty ja ka nis. Po arsyeja kryesore, kur vetëm fillim, Meta Bërç, burin e hallës tem Bardhilnushin që u kon trener i babës tem. Ai edhe baba em besoj që janë dy arsyet kryesore pse unë e kom dash basketbollin çka shumë. Do të thonë, ai kon pedagogu jam jetësor edhe pedagogu jam i karakterit cilin unë e kom. Besoj që kom shumë traits, kom shumë Aftësi, jo aftësi janë traits, shumë traits janë shumë kom shumë tretmone, fali. njëjta vlera Vlerave. që i kom mësu prej atina. Po. Do të thonë kom tragje të vlerave të njëjtë. Tragje. Po ç'është më thonë. Do të me lyp Po mazë. trejti bën çajo, traga, din sikur Po. ç'është do të thonë kur thez dikush që lën mbrapa vija, do të thonë kom shumë vija të njëjta të karakterit të tij. Ja. Fare, falënderit shumë që këgja je qel, edhe na i tregove për një me dësane që nështë edhe si ke kaldu as një herë deri shtash. Po që po më interesën me ditë kaldu, ma na histori interesante në zhveshtore, se thotë që je i meshëm edhe i artikulum, je kon njeri ma fane që u kon në ekip. Kaldu ma na i dhe e bandësi që ja ke bu na i bashkëlejtori. Ka shumë njëri, ka shumë sene që kena bu, po ato janë të momentet edhe adin harohen. Ka shumë momentet edhe që kena bu. Jene koni dyshe mira me gjitën. Me gjiti u konë. Me legendën e klubit, me gjitën. Hipëm njerën, e ka posa ja thfarë, ndreqshim gjithu konë që ashtu me ndreq forën. Po. Me gjitë e ka pas një trip që e ka përbi Lopa Kastofonin edhe i ka met tash kongte e shpat kasapit i ka met kështë lëshut Lopës në bark. E tash u bëjke kështë pëthir nona vete pi kalzën dhe më thonë që i ku met kjo bëjke panish lësheja shkur të fejzën është ta qëtësot, adin në mesaj që po sëm për lëshej mran, adin kështë ka muzika, adin radin. Ku janë kondo, ka momentet ndryshme, për shembull, e kena pas ato në banka, për shembull, kur jabe ishim i koncentrun të kështu lojën, të është abe i këtë dikush, fare, quhen loj, adin të u qeshëm i në loj, a i këshirë që treneri s'po të këshyrë, adin të një 2-3 herë në angullin, a që dhe që atë, mas e na, kur e shëshim, që e ka ban, a treneri qyrë, që e ka ban kështë, adin të, u bëjë që kështë pekru në komu, një apel arga, na i farsani, hajshe forën. Po, më ndryshe u konë zhveshtore ka pas shumë sene ka pas, mi argju shamponin dikuj na, mi argjuj në nëzit, mi anolluj në nëzit. Edhe atër kena mujt më lo krejt cullak në zhveshtore, ta shë problem fare, ta shë rëzhe, u prish, ta shë... Atër edhe unë s'jom lo cullak shumë. A si lo kërte, e? Se mon me në këpate pas vecin në tjetër. Shfarës dhe kër e mojnë menç, ta shfarës zhveshtore e në Është harër njeri. Orë bre vat të komën të lo, të bëjë gore. Patër shqitën në baka. Unë e mojnë me në fikërës na juniora, trener fikrete, dhe ke një shishe kështu në aty të bonka e ndresht, edhe u bo nërthos diçka dhe e roki shkelm shishën. E unë ndrej, edhe unë tash për i notë që ndrej, vi që ndresh a shishe, ta i rake shkel, një gjartë shishe i pat rok. E u kënë te për fani. A mo basketi për një me kështu? Përkthime njëri ka pas, për shumë, kur fëll ke dikush për trenirave, të është i përkthejsh që Amerikanve diçka, Po. e ja fut sheket. Diçka tjetër i kallëzesh aty në kon. Ç'kjo kon interesant. Tash ti kallëzesh diçka shumë fani aty, do për shkak të thej ke trajnerit, thej ke çfarë diun po çure du trajnerit tani du të çit më mbrojtë me lut ja kthesh atë, mos hani shumë McDonald's, mos hani. Ja fut sheket diçka është, tash ju kesh edhe aty ne. Po. Kështu çfarë fol trajneri diku kur e merr ke vesh në fund çfarë ka ndodh. Atë Te përkthejsh, a? Po kena pas se cili për neve ka pas tripa të ndryshëm atë, po them që ato momentet në zhveshtore nështë janë Momentet më të mirë, edhe në autobus. Në autobus njëri të shkune për loja ajo kon. Ne kena pas unë me Arbërdabajn, unë Arbërdabaj edhe Muki, e kena pas më thonë ja koni treshe diskutime. Me Mukin e kon shumë i lidh njëri. Me Mukin e kon shumë i lidh. Je ke pas se sparring diçka. Po, eksakt. Me Mukin e kena pas Muki ka pas i natin shumë të madh, edhe ka pas talent shumë. Arbërdabajn jena shtyf shumë tepër me fjalë. Edhe kena diskutu shumë edhe njeri më ktheve këtë mrapa. A më najtë se qëto storit edhe po besoj që kanë qef njerëzit me një, qëto pra paskejnë, qëto... Ka shumë, po... Sa bëzë u luj këtë shku në për loj.
Ka pas edhe më interesant kur mbledhshin për mas, janë ishim me fol me diskutu në far teme që s'ekziston heq, e dikush më ne që për me ekzistojnë që do tema, jam kon sa interesant ose kongt kur I bëjshim madin për dikon që e qeshim ato freestyle-at që I kna pas adin, kur I knajshim me rima që janë konsanët, që to I kom pas qef njëjt. Tjetër, për ndryshe u kon, besoj që për se cilin Cila bash lejtari më I mirë që ke pas nërë, kështu si njëre, ju lejtare. Definitivisht, më me thonë prej Sokolja Allarit, Mohamed Hasani, Kujtimi, Lepaja. Po. A kujta shuteri më I mirë që u kon Njeri shuteri më I mirë I statik, më me thonë që u kon Kujta. Më dhe më janë drejq kështu, me ndrejq në pozit, po dhe ajo kon, punoj pa behane, besoj që nështë në se cilit ishim kon pozitina, si ishim kon shutera saj, kështu që besoj që Kujta kon shutera. Se njëri një kujtëm Lepojën, hidhe në YouTube, shkrune, e ka në highlight. 12 sa I ma do njere. Po, në Kolegji Universe. Exakt. Pas për të këto që si a gjyta pasin e fundin. Shkër pas për të këto. Se dhe pas ke punjat me qitë këtë se. Këtë, kujtës gjuja unë e erbull, se këta halo ma për mene posh një ditë në kove. Posh zonë. Keme një dëzë vetën. Tjetë pik. Ja beke që kësë ma ka gjujt atë posh. Sare, I kom 2 segmente shumë nice për fund. Se valloj me ty. Su ke vetë për biznes, kur gjë heq? Për biznes, hajde se ke bo parë, më stani. Segmenti parë është okej. Unë kom të bo 5 pyetje se kemë kallëzo është okej ajo. Okej. A është okej me lytë për statistika? Qysh është me thonë, veç po është okej, së është okeja? Po më është pak Pa komenta? Pak me elaboru. Po nëse ekipi është të fitu edhe janë pajtimet ekipa me ty po. Okej. A është okej në kundërsën 3-1, mi a pasu ati që e ki ma shumë dëst. Dëtë janë në pozit mirë me jep kësh. Së është okej. Së është okej. Amerikanë të bujnë Pakistanjere. Ata ku në cilën ligë po më në? Ligë të Kosovës është shqiptari vetë, edhe është amerikani vetë, ja gjujnë amerikanit Po gjithë. shumë normal njerëz, ata mbështesin njëri tjetrin, nuk janë sikur na. Na e kështu gjujtë amerikanit. A është okej mos me hinë lojsh ose trenerit 7 minutë fundit? Jo, më çfarë nëse I duhesh ekipit atë, çfarë të asnjëherë nuk është gjithmonë okej. Po. Jo, për shembull s'ka shtitë lojën të shtën 40%. Ajo po shnem pi trajnerit, shtojnë çdo lojat pa lidhje që I bojnë trajnerat. Po. Kur do me ta thy unë, ja do me të bëj diçka pa lidhje, që kjo për mua nuk ka, as disiplinim, nuk ka to së në disiplinon dhe një trajner që po të shtijon ty një lojtar, pa shtijon ti po ta thej unë minutën e fundit. Kjo mungesë e pedagogjisë, domethënë trajnerit që s'din mul me ful si njëri më thon bëni çto 3 pika hen lun lojë vëlla. Një më ekipës bënë që të farsani hen lun lojë. Jo sa për ty, që të njëri për ekipës shkon le njëri le shkon ekipa tjera. Ama adin diçysh I kam të na që do që e përmenda e ka pas që të farë tradite pa lidhje, domethënë kështu po mirëna me thymin e unit bla bla. Nëse, vazhdojmë. Okej. E çto e falem, me pas na pas pyetje është okej që po vinë ka 6-7 amerikanë me në Kosovë, këto po dihet. Jo, total kundër asaj. Edhe fundit është okej mos më shkon trening se e keni date me një famë. Mirë, me famë me vetë, le të shesoj mirë jenë trening. Atë kanë ndonjëherë me marrë në famë të pon trening. Po, ja se jam kon djali shtëpisë, në s'kom bokse. Loj po, Edhe loj dhe trening këna po. Okej. Fare. Segmente tjetër, kam të bëu I ki 2 opsione të kemi zgjedh njërin. I ki 5 pyetje. 15 asista 35 pikë. Është e lehtë me çato fe si thash. S'muj me zgjedh 2 aty kisha zgjedh, nëse dvin për me fitu klubi 35 pikë, nëse duhet 15 asista, 15 asista. Okej. Ma I talentu Marian Malisha Graniti. Jo, ma I talentu më kon Graniti. Apo? Po, Ariani u kon... Ma puntor? Ariani vonja ka nisë, ma puntor u kon. Po. Okej. Karriera në Prishtina që e sezonën pej, që ke lytë? Njëre, kur komet në rrugë prej Prishtinës, unë përgjithoj kom deklaru pejën se kur shpita me dytë. Se a që Fatmer, faktikisht gashi, se meta edhe Jumeta Bërgj, edhe Ekrem Luka, gjithësisht djali ti Karabi, a që Fatmer më patë po të metroja qëtu në Prishtinë, dhe më patë veç që e ka bënë qëtë sezon. Tash në ishim konë rival, edhe të përbetum pyetën e kaluam, po të kallëzon madhësinë e njërit, të kallëzon ditë e dobta tua, jo në ditë e forta tua.
ashtu të komet bërë shumë sene pa të kallëzu, po nëse në herë tjetër. Okej. Edhe më tha, çaj të bo, thash, kur gjë, thash, që jam tu ushtru qështu. Tha, çaj të bo? Tu ushtru? Tha, jo, tha, ti kapi tesha ta, edhe nesër rogje ta vjen, tha, mpej, tha. Klubi, tha, ekipi, tha, u formua, ta kishin formu ekipin fantazie, kishin. Tha, dhe 16 lojtar, përse ta kom pas numrin 16 mpej, edhe 16 lojtar, tha, në kofsh, tha, kemi arë mpej. As ka 10 çelirë? Jo, e ka pas shima. Okej. Tash para më njëri pa ta kthy, pa ta lëshku me lujt mpej, le që kisha tifoz që ishin kundër meje, po lojtar kundër meje, domethënë që s'ishin pajtime se për me kanë marrë shumë personalisht se të farë pikët Bifin, bifin fush, atë. Unë çato që e kom bë për Prishtinën, kom dashur të bëj njëjtë për PN, nuk kom pas problem. Sa të e kom për momentin, kështu që... Po, eksakt. Ja. Po edhe u koni farë tradhtie domethënë që pa ta psu në Prishtinë, domethënë. Pra më ti mas 28 vjet po lumë në Prishtinë dhe mas 28 vjet domethënë po tradhosh. Po mirë që peja për shembull ta mos ka qel derën edhe. Po, dhe pa ta buni vepër, pa ta shku te plisat, ju pa ta thonë ngani veç një sam për jo them. Unë shkoj me lut ekip jam nuk më kam shel dyrt, për parë sy, as më pa të nor njëri, as më pa të takua, atë. As në orën thon fare si pjesë e ekipit se ki je çel ose je një në dhejt. Atërë s'ka pos Ose këmë ki një flëk të frizur- shkreti. E ki frizur këthy me kona e djathë, dhe më thonë s'ka pas se arsyetimi, po veç s'm dilshin njëra, s'nuk dilshin për para. Edhe pa ta shku veç që pa ta thonë gani, unë shkoj në ekip tjetër, s'më me zërë nuk ri kërkot. Me zërë unë e kom ujt me e Prishtinë, po s'kom dasht me zërë kur një tem, s'kom bu diçka me zërë, Po. në sport. Edhe pa ta thonë ma shon dikush nonën, jam shon dikush. Shkoj në ekip tjetër me më shon dikush, dine që pasha zotin personalisht mirë me se cilin pjuve. Me kur njëtë së më patën shojt për falendërim dhe thonë të qësaj marveshës që këna pas jo të shkrume. Edhe ata patën tentu prap me muqu, jonë kon ka plisat që në largu për klubit për qaterëshet edhe nuk jonë këthy. Që s'jetën në kep që se Nuk u ko. kon veç se mund e po për pa drejtësis që u po. Po. Atyrë se patën sjell dhe lojtar, ata e kanë jonë kon me klubin, po se jonë kon për personat që në klub. Okej. Fab të rënë ma i fështirë me lujt minature a Karakoqi? Allaj njëri, se shpetam kon lujt të dyat. As të ka një, a? Kur njëri heq. Atë që na herëm kon më motivu me lujt minator se më soll Prishtinës. Se më Prishtinë, po. Kur tu mlashin aty ata dhe kanë këtë burra, na ke pa dyqysh nëse në bërtosin edhe mu knoq atmosfera njëri. Po, Ka knubre me ta, po thëm nxemi e kthesha në isha me ta, ta më ishin bën provokant. O vllas po i provokoj, po motivona vetëm. po ju po kënoni unë Po po kthej. po knoj me juve edhe po kthej se dyqysh motivaj ka, po thënë, qaj e farë, unë jam knaqë vëlla kur kam bu njerë se far, kur që ishin kom me të shojta. A e kon tre shtoker njëri, a e ke provoku lejtarët, a e kon... Je njoft pak si provokus, a? Po që kjo be jo friga ju ka duk si kur provokem. As si ju ke fol në lojë. Ja, kom fol njerin lojë, që s'kom fol. Kom fol se ty... Qa ju ke thonë, a i thanë fani. Na, për shembull njerën Mitrovic shkum, Gazmen Sinoni, ma dhani tresh në ftyrë, thuti i dha 33-a. Gazi, respekt se kom shok. Ja nisi me mbu me dorë në gjaks, se ka posa një farë adeti apo i ke qështu me dorë në gjaks, e rreke gjoksin. Për një tresh tash për rrej gjoksina, e marr shutin, e marr topin edhe shkoj ja futi në tresh. Ja nisi onë mja bu ftyrë, ma bu një referi, ma ga dal pak, tash spithu këtina, kur po ma bën, po mu po kthesh tash double standarda, e jape tresh, e japi unë ape tresh. To një ai vjen se jap tresh, unë japi tresh edhe i tham, le me çka çka se po bëu shora, diçka kështu, po lojë po lut në ora 3 mas ditë, diçka pa lidhje po të kon. A në dhe po trash talk është pjesë e basketit, për deri sa nuk preket morali që po thua dhe nona, motra, dhe kjo shojt, ja. Okej. Fob, ikone Prishtinës, Floriani e Edmundi ma shumë. A Samiri. Po të japi 3 opcione. Je që po të japi një ma të fort. Bench, cut, start. Edhe një herë? Floriani, Samiri, Edo. Bench, cut, start. Kanë kështë bench, kanë kështë cut, dhe kanë kështë start. Po. Hajde ma spari cut. Floriani. Okej. Bench, Eden, start, Samiri. Start Samiri, no. Njeri e ki kap 3 pika, 3 njerëz, dhe me thonë, pe cilve dhe është fështirë me thonë, dhe qka, Eda i ka qëndru, muj me thonë, dhe dikon së të i kështë, fatikisht klubit, i ka qëndru, se ka ndru klubin as për 50 euro, që ka ndru dë tjerë, as për 500, as për 50. Nështë i ka pas mundësit, nështë i ka mungu vendimarja, se Eda pak nifët për që të sena, din.
Mirë po, ai ka qëndru faktisht në Prishtinë dhe s'doshte, qështu është situata. Mirë po, tash mi thonë atina bench, atin po vjen pak rënd, po ma ngushtuve punën shumë, atin tash unë e këqyra për aspektit trener, nëse jam, Po që apet është të varet për këtë pi lojë. lojës, Po. atin qysh është loja, po... Për shembull me të vyt naj tresh Floriani start. Nëse se majtokat janë gjithë e kena shutën pak ma weird. Po falënderit shumë që erdhe. Faleminderit ty. Edhe u knaqëm, definitivisht u knaqë, se muhabet basketës pas na bu këxhamëti. Do na me thirr ma shpesh basketbollista, jo blogere. Pare, falënderit shumë. Faleminderit juve. Mbyllje më të mirë s'ke bu asnjëherë, veç të flak kur pi mjella. Njeri sot ka frymë Prishtinë, njeri ose tani një qetë fryma. Dëgjues dhe shikues të Shok Fal- Podcastit, me Besoj neve se ke na Fobi, Faria, po. Krana, po te. Ja gell. Me neve ke Fari Breca, ish basketbollist i Prishtinës, tash me biznesmen, shumë i suksesshëm në Zvicër, po ashtu edhe në Kosovë. Për biznes nuk e veta se ka bo pare, s'kam qa e veti. Edhe sporti është gjithë më interesant. Shpresoj që ju ka pëlqyer muhabeti, na veç shihemi javën tjetër. Faleminderit.